Kompania izraelite Land Development Energy vjen në Shqipëri për të investuar në fushën e hidrokarbureve, si dhe në fushën e turizmit. Drejtuesi i kësaj kompanie, së bashku me disa biznesmen të tjerë, u prit prej kryeministri Sali Berisha në zyrën e tij. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Land Development Energy, Ohad Marani, e njohu kryeministrin me vendimin e kompanisë për të investuar në Shqipëri në fushën e energjisë dhe konkretisht si hap të parë në shfrytëzimin e hidrokarbureve. Kompania, tha Marani, është e interesuar gjithashtu për zhvillimin e investimeve të mëtejshme edhe në lloje të tjera të energjisë, si dhe në fushën e turizmit. Ndërkohë, kryeministri Berisha, pasi i falenderoi për interesin e tyre për të qenë prezent në Shqipëri me investimin e tyre, siguroi se këtu do të gjejë një klimë shumë të favorshme për investimet. Qeveria, tha ndërkohë kryeministri, në programin e saj si në politikat fiskale ashtu edhe në reformat strukturore, ka si qëllim tërheqjen dhe nxitjen e investimeve në Shqipëri, në veçanti të investimeve në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në këtë aspekt të gjithë investitorët do të kenë mbështetje të plotë për të zhvilluar projektet e tyre në Shqipëri.